Mirë se vini në qetësinë e përditshme. Le të fillojmë duke gjetur një pozitë të rehatshme. Ndjeni se si graviteti tërheq trupin tuaj. Dhe kur të jeni gati, mbyllni sytë. Merrni një moment për të skanuar trupin tuaj dhe relaksoni çdo pjesë që është tensionuar. Jeni të vëmendshëm për ndonjë emocion, për ritmin e zemrës suaj. Shikoni nëse ndonjë pjesë e trupit jep sinjale se ka nevojë për vëmendjen tuaj. Tani, si që bëjmë zakonisht, fillojmë të marrim frymë thellë. Me çdo frymarrje, vini re se si barku juaj zgjerohet dhe më pas lironi frymën plotësisht. Shijoni çdo frymarrje dhe vini re se si ajo lëviz brenda jush. Tani, lëreni frymarrjen t'i kthehet ritmit të saj natyror. Le të fokusojmë vëmendjen tek ngritja dhe ulja e frymës. Vëzhgoni frymarrjen me një sens kurioziteti. Vëzhgoni ritmin e saj. Vëzhgoni ndjesinë që ajo përcjell. Vëzhgoni të gjitha detajet e vogla. Vëzhgoni çdo frymarrje me kuriozitet, teksa ajo lëviz brenda jush. Teksa marrim frymë, mund të vëreni që emocionet fillojnë të dalin në pa. Mund të ndjeni shqetësim ose lodhje. Mund të përjetoni gëzim
mërzitje, ankth, paqe, konfuzion ose zamërim. Ndonjëherë, emocionet kalojnë para nesh dhe instinkti jon i parë është që t'i largojmë ato, ose të mundohemi t'i ndalojmë. Kështu që, shihni nëse mund t'a vëzhgoni ndonjë emocion, pa u identifikuar me të, në mënyrë që ta kuptoni se edhe nëse ai shfaqet, është vetëm një emocion i cili po kalon. Të gjitha emocionet vinë dhe shkojnë, dhe kjo është një përvojë e përkohshme. Njëjtë, siç mund të jeni kurioz për frymarrjen, mund të bëheni po ashtu kurioz edhe për eksperiencën tuaj. Rrini afër dhe vëzhgoni me kujdes përvojat tuaja. Kuptoni çfarë po ndodh, në mënyrë që të mos keni nevojë të ikni apo të vraponi përpara në jetë. Por, në vend të kësaj, mundoheni të jeni të afërt me përvojat tuaja dhe të kuptoni se ato vinë dhe shkojnë. Tani, relaksoni vëmendjen tuaj. Është një shprehje shumë e bukur e cila thot: mënyra për të jetuar në të tashmen është të mbani në mend se edhe kjo do të kalojë. Kur jeni duke përjetuar ndonjë moment të lumtur, nëse kujtoheni se edhe ky moment do të kalojë, ju ndihmon që të fokusoheni pikërisht këtu dhe tani. Kur jeni duke përjetuar dhimbje dhe hidhërim, nëse kujtoheni se edhe kjo do të kalojë, ju rikujton se edhe dhimbja, ashtu sikur lumturia, janë vetëm të përkohshme. Teksa përmbyllim ushtrimin e sotëm, merrni një moment për të përgëzuar veten tuaj, që punoni në mënyra të cilat ndonjëherë mund të duken shumë sfiduese. Disa ditë do jenë më të lehta, e disa ditë do jenë më të vështira. Por, përderisa ju mësoni se si të punoni me emocionet përmes praktikës,
ju do ta keni shumë më të lehtë të ballafaqoheni me këto emocione në ditët në vazhdim. Tani, lehtësisht, kthehuni në dhomë. Lëvizni gishtrinë dhe relaksoni trupin. Kur të jeni gati, hapni sytë. Shpresojmë se e keni shijuar ushtrimin e sotëm. Paqit një ditë të bukur dhe së bashku shihemi nesër.